10 ditë pas sulmit me armë brenda teritorit ku qëllua shtetasi i Kosovës, Milan Vukashinović, as zyra ndërlidhëse e Kosovës në Serbi e as familja e tij nuk janë lejuar ta shohin atë në spitalin e Nishit në Serbi. Përfaqësuesi ligjor i familjes së tij, Ivan Ninić, i cili e ka quajtur incidentin Banjska 2, thotë se tash edhe vetë ai është duke marrë kërcënime nga persona të panjohur në Serbi. Jam i shokuar nga ky veprim si person dhe si avokat dhe është e qartë për mua se ky është një rezultat i forcave të sigurisë së vendit tim dhe kjo është arsyeja pse po fshihet e vërteta e plot. Pavarësisht faktit se këto ditë po marr kërcënime se do të besoj njëjtë si Milan Vukashinovići, do të vazhdoj të kërkoj që të gjithë të përfshirët të identifikohen dhe të dalin para drejtësisë. Avokati tha se Vukashinović vazhdon të jetë në gjendje të rëndë dhe se ende nuk i është hequr një plomb nga shtylla kurrizore. Burime në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës kanë bërë të ditur se përfaqësuesit nga zyra ndërlidhëse në Beograd më shumë se një herë kanë bërë përpjekje për ta vizituar Vukashinovićin, por se kjo nuk i është lejuar, derisa nga spitali nuk u janë dhënë informacione të tjera përveç se ai ndodhet në trajtim intensiv. E presidentja Vjosa Osmani tha se sulmi ndaj shtetasit të Kosovës në afërsi të kufirit me Serbinë është prishje e paqes nga Serbia. Pavarësisht se ku të ketë qenë ndodhur, kjo prapë është krim, është provokim i rëndë dhe është tentim vrasje e institucioneve shtetërore të Serbisë ndaj një qytetari të Republikës Kosovës. Pra edhe sikur kjo të kishte ndodhur diku brenda territorit të Serbisë, gjë që nuk është e vërtetë, por edhe sikur të kishte ndodhur, përsëri është provokim i rëndë në kundërshtim me synimet për paqe dhe stabilitet afatgjatë në rajonin tonë. Por për rastin nuk ka pasur reagim ende nga MPJD-ja, e Bashkimi Evropian e as shoqëria civile në veri të vendit, derisa kanë heshtur edhe lista serbe e autoritetet e Serbisë. Nikola Gaon, zëdhënës i zyrës së BE-s në Kosovë, në pyetje të kohës është përgjigjur duke e referuar redaksin të konferenca ku ambasadori Ivo Orav deklaroi se po mbledhin informacione për rastin. E drejtori OJC-s OCDC në veri tha se nuk ka reaguar me që nuk pati shumë informata për rastin. Nuk po shon ndonjë reflektim sot në situatën e sigurisë. Në rastet që ndodhin në qendër të qytetit ka më shumë informata, e kjo ka ndodhur në kufi dhe nuk kemi shumë informata. Kjo është arsyeja e vetme. Avokati Ninić e institucionet e Kosovës besojnë se motivi i sulmit ndaj Vukashinovićit ishte sepse ai nuk i bindej listës serbe, pasi nuk e la punën në Byron Kosovare të Sigurimit, pavarësisht se në vitin 2022 i bën presion. Tabloidi i afërt me pushtetin në Serbi, Večernje Novosti, më 8 nëntore ka pasur në ballinën e saj titullin Spionante kundër ushtrisë tonë, kishte lidhje me Kurtin, duke e publikuar edhe fotografinë e Vukashinovićit. Prokuroria themelore në Mitrovic po e heton këtë rast si tentim vrasje.